Këto banorët që po bëjnë më së shumti zhurmë në këto 3 ditë që ka fillu Bigo, një ndër ta është Edi, ndoshta personi më i njohur me thonë kështu pasi ka qenë edhe në Bigun e tretë, rrugtimi i tij nuk ishte edhe aq i mirë, por unë mendoj duke pas edhe Edin, po na lën kështu me u familiarizu më shumë me Bigun. Unë mendoj që nuk do të ketë Edi fort ndryshim me krahasu me edicionin e kaluar, pasi si tip është tip që reagon shpejt në situata, bjen provokime lehtë. Unë mendoj që ai ka ikret me mendimin që tash ko me kanë më i fortë, edhe pak mundet me provu, me kopju lojën e Gjestit, sepse ka shumë vështirë, pasi Gjesti lojën e tij ka pas durim, Edi nuk e ka këtë gjë. Po i pash do video që po thotë që unë rri pa gjumë, unë nuk flej, po mundohet pra me kopju pak lojën e tij, po unë nuk mendoj që do t'i ecë gjatë. Një banore tjetër që ka bo shumë zhurmë këto 2 ditë është edhe Alba, e cila nuk është çudi sepse ajo veç u mësu me reality show ku ishte edhe në firma VIP, e cila doli nga loja edhe u komentu ma shumë si viktim. Pra e mori atë famën edhe ato komentet e mira pak kështu si viktim për shkak të edhe të lidhjes që e pat me Limin. Por nuk e di, në Bigu i dëm personazhe që bojnë zhurmë edhe për fillim mundet me qenë mirë, varet sa e mban mandej. Tjetër, dikush që u komentu shumë ka edhe shkurta, ku unë mendoj që është një tip fix për reality show, ku është shumë reale, nuk ja nin me thonë mendimin e saj, edhe unë mendoj që kemi me pa goxha shumë nga ajo. Edhe shumë banor të tjerë ka që kanë bo zhurmë patjetër, po unë mendoj që shumicës prej banorëve pra i mungon oratoria edhe nuk janë lojtarë cekët, nuk është që mendojnë larg ose mendojnë taman me pas një plan për me lujt këtë lojë.